Zonja e Zotrimi, përshëndes, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë si çdo ditë në lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Jemi tani me titujt kryesor. Taulant Balla po dëshmon për herë të parë në gjyqin për aferën e privatizimit të klubit Partizani, i thirrur në cilësinë e kallëzuesit. Sipas tij, Sali Berisha për shkak të pozicionit si kryeministër e bëri privatizimin me vlerë qesharake në një kohë të shkurtër ku përfitues ishte dhëndri i tij. Kreu i grupit socialist tha se në vetëm 6 muaj ishin dhënë leje për 17 kulla në gjykatë. Ai u përball me Maltezin, ndërsa Berisha u përfaqësua me avokat. Në ditën e fundit të afatit për dorëzimin e kandidaturave për kryetarin e Partisë Demokratike, përfaqësuesit e dërguar nga Ervin Saliani, Alesia Balliu dhe Evi Kokalari u hasën në Selim Blu me refuzimin për t'i pranuar dokumentet e kandidimit. Në reagimet e tyre, ata e quajtën shenjë frike për një garë të drejtë, ndërsa paralajmëruan Sali Berishën se do të përballet me betejë ligjore. Në momentet e fundit u pranuan vetëm dokumentet e një mjekeje të QSUT-s Mereme Sela. Paktën 6 persona, mjek, specialist, drejtues të QSUT-s dhe administratori një kompanie private do të përballen në gjykatë për akuzat e ngritura ndaj tyre lidhur me atë që njihet si skandali onkologjikut. Hetimet zbuluan se pacientëve u mohohej trajtimi në spital, duke i orientuar drejt klinikave private dhe se një pajisje trajtimi kobaltoterapia nuk u vu asnjëherë në punë. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se 14 milion euro do t'u kthehen prindërve si kompensim për fëmijët nga tatimet e paguara vjet pas plotësimit të divas. Në dalje për mediat, Malaj njoftoi se nga një korriku do të nisë edhe rimbursimi i faturave të fermerëve me 10%, si dhe paralajmëroi rishikim të buxhetit të shtetit për të vënë në zbatim programin 2 fishon ndërmarrjen tënde. Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin një propozim të ri nga Irani brenda së premtes me negociatat që po zhvillohen në distancë. Megjithatë, mediat shkruajnë se Donald Trump sot do të shqyrtojë rikthimin e sulmeve ushtarake me qëllim rihapjen e Hormuzit dhe marrjen e uraniumit iranian. Për herë të parë që nga nisja e luftës, ushtria e Shteteve të Bashkuara mund të përdorë një sistem të fuqishëm raketash hipersonike. Kampioni i sapo shpallur i Evropës në peshngritje, Briken Calja, në një intervistë për Report Televizion thotë se ky ishte një nga sukseset më të rëndësishme në karrierë pas dëmtimit të rënd që ai pësoi në vitin 2021, edhe pse mosha nuk e favorizon. 36 vjeçari thotë se ende nuk e ka thënë fjalën e fundit në këtë sport. Një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të dekadës pritet të zhvillohet në Tiranë më 11 korrik 2026, ku artisti ndërkombëtar Kanye West do të mbajë një koncert live në Tiranë në një skenë të ndërtuar Enkas Eagle Stadium me rreth 60.000 spektatorë. Për ministrin Blendi Gonxha, kjo ngjarje kulturore e vendos Shqipërinë në hartën e eventeve ndërkombëtare. Për herë të parë, Taulant Balla i Partisë Socialiste mori pjesë në gjyqin e aferës Partizani, ku i pandehur për korrupsion është edhe ish kryeministri Sali Berisha. I thirrur si dëshmitar në cilësinë e kallëzuesit, deputeti Taulant Balla tha se në vlerësimin e tij privatizimi i ish kompleksit sportiv të klubit Partizani është bërë në shkelje të ligjit dhe se personat kanë shfrytzuar lidhjet familjare për të privatizuar pronën brenda 6 muajve. Dyshimi i parë sipas tij nisi kur u zbulua se kompleksi Partizani ishte hequr nga plani për hapjes së ushtrisë, ndryshe nga sa kishte qenë deri në 2007. Të pranishëm në sallën e gjyqit janë 2 nga të pandehurit, dhëndri Berishës Jamarbër Maltezi dhe Xhimi Begeja, ndërsa të tjerët përfaqësohen me avokat. Ish kryeministri Berisha mungon pasi ai ndodhet në Zagreb në punimet e një forumi me partitë e qendrës së djathtë. Prej 2 dekadash deputet në nëntor të 2020-s, kur dorëzoi kallëzimin në SPAK, Balla kishte të njëjtin pozicion si sot, kreu i grupit të PS-s, por theksoi se kallëzimin e ka firmosur si qytetar. Maltezi ka pyetur në seancë se si ka dalë plani për hapjes kur është dokument sekret, por në përgjigjen e tij, Balla tha se kjo mësua përderisa prona u privatizua në vitin 2008.
Mendoj se prona duhet t'i mbetej ushtrisë, është shkelur interesi publik dhe kur ka shkeljet interesit publik, ka shkeljet ligjit, ka thënë Balla. Sipas tij, Sali Berisha, për shkak të pozicionit si kryeministër, bëri privatizimin me vlerë qesharake në një kohë të shkuar, ku përfituesi ishte dhëndri i tij përmes ndërtimit të 17 kullave aty ku ka qenë klubi sportiv. Kjo është një ditë e madhe për Shqipërinë, që në bankën e të akuzuarve gjendet një ish kryeministër, një ish president për korrupsion. Në vitin 2016, kur miratuam reformën drejtësi, me votën e të gjithëve, edhe me votën e atij që gjenden në bankën e të akuzuarve, që do të vijë një ditë në Shqipëri kur politikanët do të gjenden në bankën e të akuzuarve për korrupsion. Politikanët që vinë këtu duhet që të mbështesin drejtësinë, të mbështesin punën e lavdrueshme të prokurorëve të prokurisë posaçme, të cilët po të shmontojnë korrupsionin shumë vjeçar në Shqipëri. Që nga viti 1912, Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër Europës se sa është sot. Dhe arsyeja pse jemi shumë më afër Europës është reforma në drejtësi, e cila ka rikthyer besimin tek drejtësia. Këtij kallëzimi tuaj kam sjellë me vete, i qëndroi fjalë për fjalë. Ky është rasti tipik i korrupsionit të zyrtarëve të lartë, ku familjari jot shkon dhe u premton atyre që t'u kthehet prona, u merr kontratën përpara me 5%, dhe 5% është korrupsion. Pasi u njoftuan në moment të fundit me një udhëzim se afati për kandidaturat për kreun e Partisë Demokratike ishte kjo e enjte, Ervin Saliani, Alesia Balliu dhe Evi Kokalari, dërguan përfaqësuesit e tyre që të dorëzonin aplikimet në Selin Blu, por u përballën me refuzim. Në reagimet e tyre ata e quajtën këtë shenjë frike për një garë të drejtë, ndërsa paralajmëruan Sali Berishën se do të përballet me një betejë ligjore. Në Partinë Demokratike u mbyllën sërish dyert. Kanë mbyllur derën. Në ditën e fundit të afatit të dorëzimit të kandidaturave për garën e 23 majit për kryetar të Partisë Demokratike, njëri pas tjetrit, përfaqësuesit e Ervin Salianit, Evi Kokalarit dhe Alesia Balliut bërritën në Selin Blu për të dorëzuar dokumentat e kandidimit, por ato u refuzuan. Pretendimi ishte se në Selin nuk ndodhej asnjë përfaqësues i Komisionit për Zgjedhjet dhe se kandidati duhet të ishte paraqitur vetë për të depozituar zyrtarisht kandidaturën në protokoll. Merët kanë sqaruar shumë mirë, këto kandidaturën platon janë përjashtuar. Nën këtë frym, të vetmes që u pranua zarfi me kandidimin ishte një figurë surprizë, Meria Mesela, një antare demokrate mjeke në profesion, që thot se plotson çdo kusht për të qenë në garë përballë Sali Berishës. Por as kandidatura e saj nuk është e zyrtarizuar, pasi mjekes duhet i bëhet skaneri i kontributit politik. Nuk mund të jetë kandidat kushdo që nuk ka 10 vite kontribut dhe drejtim politik të lartë në Partinë Demokratike. E kam kontributin shumë mjaftueshëm. Për betejën e keni me Sali Berishën? Unë kam shumë respekt për doktorin, se e kam koleg, profesor. Unë betejën e kam nëse popullit dhe antarësisë i intereson një person me figurë të pastër e papërlyer. Përfaqësuesi i dërguar nga ish-deputeti Ervin Saliani tha se zyrat e Partisë Demokratike janë mbyllur qëllimisht për të mos lejuar garën e hapur që dikur Sali Berisha e premtoi. Partia Demokratike duhet të hapet për një garë të lirë dhe të ndershme brenda saj, por tani pas ka dalë një term i ri i cili quhet vetpërjashtim. Këto janë terma që juridikisht nuk njihen dhe janë terma të cilët shpiken sa herë është nevoja kur cënohet koltuku brenda Partisë Demokratike. Ju falenderit. Brenda zarfit, Ervin Saliani ishte kujdesur të përfshinte edhe platformën e tij për drejtimin e partisë, në të cilën teksa e quante Sali Berishën barr për PD-n, kërkonte rikthimin e marrëdhënieve me SBA-n dhe mbështetje ndaj drejtësisë. Në këto kushte, Berisha megjithëse do të jetë i vetëm në zgjedhjet e 23 majit. PD e bëri publike vetëm më 29 prill udhëzimin për kandidimin për kryetar, në të cilën u njoftua në limitet kohore se afati i fundit për dorëzimin e dosjeve ishte kjo e enjte. Kriter ndalimi ishte kandidimi një të dënuari me formë të prerë, i shkruar siç duket enkas për Ervin Salianin.
Në Kuvend, Këshilli për Legjislacionin u mblodh këtë të njëjtë për të shqyrtuar 2 vendime të gjykatës kushtetuese që lidhen me pagat e gjyqtarëve dhe ndryshimet në rregulloren e parlamentit. Këshilli vendosi relatorët e çështjeve nga maxhoranca dhe opozita, ndërsa pritet që të mblidhet edhe javën e ardhshme për të vendosur rrugën ligjore për implementimin e këtyre vendimeve të kushtetueses. Kuvendi, sipas vendimit të gjykatës, është i detyruar për të bërë ndryshime ligjore që prekin referencën e pagës së gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Ata kërkuan që të mos ishte referencë paga e drejtorëve në kryeministri, gjë që u pranua nga gjykata. Ndërkohë, çështja e rregullores së parlamentit ka nisur duke u diskutuar mes partive politike në Këshillin për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dhënë një sër vërejtjesh dhe rekomandimesh për projekt ligjin për financimin e partive politike, duke kërkuar saktësim të dispozitave, shmangje të formulimeve të paqarta dhe harmonizim me kodin zgjedhor. Propozimi i dakordësuar mes partive politike për ligjin për financimin e partive thotë se ndalohet premtimi i privilegjeve apo përfitimeve personale që rrjedhin nga burime shtetërore ose publike në kundërshtim me ligjin për dhuruesit të ndonjë partie politike. Por, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, formulimi është i paqartë dhe duhet ripar. Vlerësojmë se ky parashikim është shumë i gjerë dhe teorik. Ndalimi i premtimit apo i përfitimeve është nocion abstrakt dhe jo konkret e i pamatshëm. Duhet të ndalohet dhënia e privilegjeve, përfitimeve dhe jo premtimi për to. Vlerësojmë se kjo dispozit duhet rishikuar. Në aspektin e financimeve, institucioni kërkon rregulla më të forta për të shmanguar anashkalimin e kufive përmes formave indirekte. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kontributet të natyrë si shpërblimet apo materiale duhet të përfshihen qartë në kufit financiar për të mos lejuar financime të fshehta. Në draft sanksionohet se edhe qytetarët e thjeshtë mund të gjobiten nëse donacionet për partinë e tyre nuk bën sipas ligjit. Ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon rishikim të disa sanksioneve, duke argumentuar se përgjegjësia për shkelje duhet të bjerë kryesisht mbi partitë politike dhe jo mbi individët dhurues. KQZ ngret shqetësimin se projektigji parashikon auditime edhe për partitë që nuk dorëzojnë raporte financiare, çka konsiderohet pa kuptim praktik. Institucioni propozon që auditimi të bëhet vetëm për partitë që raportojnë, ndërsa të tjerat të kenë masa konkrete deri në përjashtimin nga zgjedhjet. Projektigji parashikon se shteti t'i mbështet partitë politike me seli dhe zyra. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duhet përcaktuar qartë se kjo drejt u takon vetëm partive parlamentare dhe atyre që kanë një mbështetje minimale në zgjedhje, e cila shkon në 1%, ndërsa partitë që u humbasin këtë status duhet të dorëzojnë ambientet publike. Njëkohësisht, Komisioni Qendror propozon se mbështetja të bëhet përmes një modeli të unifikuar, kryesisht kompensim financiar për qirat në vend të praktikës aktuale të kërkimit të godinave publike, e cila konsiderohet jo efikase dhe burokratike. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar vlerësimin pozitiv të Agjencisë për Media dhe Informim nga raporti i Sigma OECD. Kreu i qeverisë thotë se ky vlerësim tregon që ndryshe nga çfarë mendoi më parë për efektivitetin e kësaj agjencie, sot MIA ofron një shërbim cilësor ndaj mediave të tjera dhe publikut. Por ja që e vërteta që nga ndryshe, shumë ndryshe, sepse kjo agjencia për media dhe informime e qeverisë e pagzuar në lindjen e saj me bombat e me baltën e pushtetit 4, lua ka një rol krejt tjetër. E na qenë ka në shërbim cilësor të mediave dhe të publikut natyrisht, shkruan kryeministri Rama në rrjetin social X. Ky vlerësim për ministrin pasqyrohet në raportin e Sigmas për qendrat e koordinimit të komunikimeve qeveritare në Ballkanin Perëndimor, mbi strukturat institucionale, kornizat rregullatore dhe praktikat që ndiqen nga këto agjenci. Ministri i Financave thot se 14 milion euro do të kthehen prindërve me fëmijë minoren si kompensim nga tatimet e paguara vjet pas plotësimit të formularit DIVA. Në dalje për mediat, Mala i njoftoi se nga një korriku do të nisë edhe rimbursimi i faturave të fermerëve me 10%, si dhe paralajmëroi rishikim të buxhetit të shtetit për të vënë në zbatim programin Dyfishon ndërmarrjen tënde. Afro 77.000 individ do të marrin kompensim për fëmijët nën 18 vjeç.
Ministri i Financave Petrit Malaj tha se drejtoria e tatimeve ka nisur për llogaritjet për parat që do t'u kthehen qytetarëve që kanë dalë me tatim të mbipaguar nga dorëzimi i deklaratës individuale të ardhurave për vitin 2025. Nga 164.263 deklarata, rezultojnë rreth 77.000 përfitues nga skema për fëmijët nën 18 vjeç. Sipas përllogaritjeve të gjeneruara nga sistemi, janë 1.4 miliard lek ose 14 milion euro, të cilat janë shuma për rimbursim për individët të cilët rezultojnë me tepritës kreditore. Malaj njoftoi edhe datën se kur do të nisë kompensimi me 10% i fermerëve për faturat që marrin kur shesin produktet e tyre te grumbulluesit, agroturizmat apo agropërpunuesit. Kompensimi i TVSH-s në bujqësi do të fillojë nga data 1 korrik 2026. Vëret se kemi një rritje të transaksioneve midis fermerëve me nipt dhe grumbulluesve dhe përpunuesve me rreth 20%, pra janë diku ke 5.642 numri fermerëve që kanë bërë transaksione me grumbullues ose përpunues. Sipas përllogaritjeve të bëra nga kjo administrat, shuma potenciale vetëm për 3 mujorin e parë të vitit 2026 është 400 milion lek, shumë e cila do të kalojë në llogaritë e fermerëve. Qeveria po bëhet gati për të rishikuar edhe buxhetin e shtetit për të caktuar një garanci sovrane për programin dyfishosi për marrjen tënde, që do të jetë orientuar drejt kredive të buta. Pjesë e këtij akti normativ mund të jetë edhe një paketë ndihme për shtresat më në nevojë si pasojë e rritjes së çmimeve. Në momentin që do të ulemi dhe do të përgatisim aktin normativ, patjetër që ne do të mbajmë në konsiderat edhe zhvillimet më të fundit për sa i përket zhvillimeve ekonomike dhe efekteve që mund të ketë kriza nëse do të vazhdojë tek grupet vulnerabël apo tek shtresat në nevojë. Sa i takon ekonomisë, Malaj u shpreh se tremujori i parë ka qenë pozitiv, të ardhurat e mbledhura arritën 2 miliardë euro, të ndikuara nga ecuria pozitive e aktivitetit të bizneseve, shtimi i konsumit, rritja e pagave dhe e punësimit, si dhe mirë administrimi fiskal. Çmimi i karburanteve ndryshoi sërish këtë të enjte, ku nafta u rrit me 5 lek me vendim të bordit të transparencës. Në tregun e pakicës nafta do të tregtohet me 208 lek për litër nga 203 që ishte një ditë më parë, dhe benzina do të shitet me 185 lek për litër. Çmimet e reja hynë në fuqi kanë hyrë më saktë që prej orës 13 dhe do të qëndrojnë të tilla deri në mbledhjen e ardhshme të bordit të transparencës, i cili vendos tavan për shitjen e karburantit sipas luhatjeve të çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Të paktën 6 persona, mjek specialist, drejtues të QSUT-s dhe administratori i një kompanie private do të përballen në gjykatë për akuzat e ngritura ndaj tyre, lidhur me atë që njihet si skandali i onkologjikut. Hetimet zbuluan se pacientëve u mohoi trajtimi në spital duke i orientuar drejt klinikave private dhe se një pajisje trajtimi nuk u vu asnjëherë në punë. Në vitin 2021, pranë onkologjikut në QSUT mbërriti një aparatur kobaltoterapie për trajtimin e tumoreve, ndonse e konsideruar si një teknologji e tejkaluar. Pavarësisht kësaj, ajo nuk u vu kurrë në përdorim, ndërsa mbajtja e saj u bë në kushte të rrezikshme për personelin mjekësor, për shkak të rrezatimit që mund të shpërndajë. Për këtë situatë, prokuroria bën përgjegjëse zëvendës drejtoreshën e QSUT e ngarkuar me mbulimin e shërbimit onkologjik, Brikena Qiriazi. Ajo nuk ka marrë masa për vënien në funksion të kësaj pajisjeje, duke bërë që pacientëve të mos u ofrojë në kohë shërbimi i nevojshëm mjekësor. Përpasoj, pacientëve nuk u është dhënë mundësia e zgjidhjes së metodës së trajtimit, duke u kufizuar vetëm një alternativë të vetme trajtimi. Edhe specialistja e QSUT-s, Drilona Kishta, sipas prokurorisë, hartoi një ekspertizë që nuk ishte në përputhje me gjendjen reale. Rezulton se kjo ekspertizë është kryer përpara procesit të porositjes së burimit të kobaltit, çka ka sjellë si pasojë marrjen e një vendimi për porositjen e një burimi radioaktiv që nuk është vendosur në funksion dhe nuk është përdorur. Si Qiriazi, ashtu edhe Kishta akuzohen për shpërdorim detyre, por lënia jashtë funksionit e kobaltoterapisë është vetëm një aspekt i trajtimeve të munguara nga pacientët. Një tjetër skemë edhe më e rëndë ishte vënë në jetë nga koordinatori Emiliano Leka dhe administratorja onkologjikut Alketa Pere,
të akuzuar po ashtu për shpërdorim detyre. Të dy i orientonin pacientët drejt klinikave private, duke u mohuar trajtimin në spital. Për Lekën, prokuroria thotë se ka ndërhyrë në mënyrë të paligjshme në procesin e administrimit dhe orientimit të pacientëve te klinikat private për të marrë kurën e trajtimit në luftën kundër sëmundjeve tumoriale, në një kohë kur sigurohej nga shteti. Ai përzgjidhte pacient nga radha e apritjes dhe i orientonte jo tek mjeku që kishin të rekomanduar sipas procedurave, por tek klinikat private, duke përfituar përqindje monetare. Përfitues nga kjo skemë ishte edhe mjeku Halil Gashi, i cili kishte një klinik private, ndërsa djali i tij Edmondi ishte mjek në onkologjik. Ky i fundit është i vetmi që po hetohet nga SPAK në ndyshimet për korrupsion. Sipas prokurorisë së Tiranës, në klinikën e Halil Gashit nuk lëshoheshi faturat tatimore, ndërkohë që mjek të tjerë punonin aty të paregjistruar, duke përfituar edhe përmes fshehjes së të ardhurave. Një tjetër përfitues nga situata në Spitalin Onkologjik rezulton edhe Florian Marku, administrator i Florifarma, i cili blinte dhe tregtonte kontraband ilaçin Valamor, që përdoret për trajtimin e kancerit. Që të 6 këta persona do të duhet të përballen tani me akuzat në gjyq, pasi Prokuroria e Tiranës deklaroi përfundimin e hetimeve. Fillimisht për të gjithë ishte kërkuar një vlerësim i SPAK-ut, nëse çështja i takonte asaj, por Prokuroria e posaçme veçoi vetëm onkologun Gashi, ndërsa po heton disa persona të tjerë në kuadër të së njëjtës çështje, duke bashkuar 4 procedime në një të vetme, pjesë e të cilit është edhe kobalti. 21 organizata të shoqërisë civile janë shpallur fituese të thirrjes për financim të projekteve nga fondi i posaçëm i krijuar nga administrimi i pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara nga krimi. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari tha se bëhet fjalë për 150.000 euro pasuri të krimit, të cilat po rikthehen në investime sociale në mbështetjet e riintegrimit të viktimave nga forma të ndryshme të dhunës, personave me varësi që kanë nevojë për rehabilitim, apo për familjet e punonjësve të rënë në krye të detyrës. Drejtoresha e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara Arisena Xhaja tha se vitin e ardhshëm do të hapet sërish një tjetër thirrje për organizatat që duan të përdorin pasuritë të konfiskuara. Dhe tashmë vjen në dobi të komunitetit, të implementuar përmes projekteve që ju keni sjellë, përmes një procesi shumë. Një blok shkurt me lajme, tani na njeh me zhvillimet e tjera. Gerold Doçe, 26 vjeç, u konstatua në një kontroll rutin të policisë së Tiranës duke konsumuar hashash. Në ambientet e përbashkëta të një pallati u gjetën të fshehura doza kanabisi. Në makinën e parkuar të të riut, policia gjeti edhe 1 kilogram e 32 gram kokain dhe 13 tableta MDMA. Dyshohet se Gerold Doçe ishte i përfshirë në grupe kriminale për shitjen e lëndëve narkotike. Policia shpalli në kërkim 2 bashkëpunëtorët e tij. Drejtori i Policisë së Shtetit Skënder Hita takoi drejtuesit e strukturave policore në Korçë, ku mësohet se la porosi për goditjen e kultivimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike, evidentimin e personave të përfshirë në grupe kriminale, si dhe goditjen e armbajtjes pa leje. Ai kërkoi kontrolle të shtuara sidomos në institucionet arsimore. Policia e Tiranës arrestoi 2 persona të cilët shisnin në dyqane, fenelina dhe pajisje të tjera si ato që përdor policia. Hekuran Leka, 41 vjeç dhe Gjoni Troka, 23 vjeç, akuzohen se në dyqanin të rruga Konferenca e Pezës kontrabandonin këto pajisje në kundërshtim me ligjin. Në pritje të çeljes së sezonit turistik në fund të majit, kryetari i Bashkisë së Lezhës Pierre Indreu takoi operatorët turistik. Ai kërkoi që mbeturinat që lihen nga bizneset në vende të posaçme dhe të mblidhen nga shërbimet sipas një orari të caktuar, duke shmangur koshat. Indreu tha se së shpejti do të nisin edhe punimet për autostradën Milot Baldren. Unë do jem 106 misit, kemi porosit dhe një shumë kamera të lëvizshme. Kush biznes e bën rrugë dhe nuk merr vesh, do të fillojmë proces penal për dotje për krime mjedisore. Nuk mund t'ja dalim dot më marr me ta. Në rrugën e Komanit, një nga akset më piktoreske në veri të Shqipërisë, firma e kontraktuar asfaltoi 5 kilometrat e para nga Komani në drejtim të Vallët të Dejës. Rruga lidh qytetin e Shkodrës me liqerin e Komanit dhe vazhdon drejt Vjerzës, pjesë e një itinerari të rëndësishëm për ata që udhëtojnë drejt Alpeve. Shpresojmë që deri në fund të majit të mbyllet komplet 33 km rrugë. Ky sezon turistik vjen me një standard komplet tjetër për zonën tonë.
Ambasada e Japonisë në Tiranë dhuroi 150 libra të rinj bibliotekës Agim Spahiu në Kukës. Librat janë në gjuhën angleze për të njohur më shumë Japoninë dhe kulturën e saj. Donacioni por edhe mbështetja në të ardhmen janë në kuadër të forcimit të marrëdhënieve mes Japonisë dhe Shqipërisë. Bashkisë Kukës dhe Ambasadës së Japonisë shpresoj që ky bashkëpunim të jetë afatgjatë dhe të vazhdojë edhe në të ardhmen. U inaugurua në Bilisht Akademia e Arteve Marciale, një nismë që synon të promovojë sportet luftarake dhe të krijojë mundësi të reja për aktivizimin e fëmijëve dhe të rinjve në aktivitetet sportive. Nuk hapin një derë për sportin vetëm, por për të ardhmen tonë, për këta të rinj duhet të marrin shembull të gjithë drejtuesit, jo vetëm lokal, por dhe qendror. Nisi prej orës 15 takimi ushtrueses së detyrës kompetencave të presidentës në Kosovë Albulena Haxhiu, takimi me përfaqësuesit e partive politike për diskutuar për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Takimi është zhvilluar në ambientet e Kuvendit Kosovës, atje me Haxhiun janë të pranishëm edhe lideri PDK-s Bedri Hamza, Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Jehona Lushaku Sadriu nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Po ashtu të pranishëm janë edhe përfaqësues të partive të pakicave. Në Korçë u zhvillua edicioni i parë i festivalit mbarkombëtar të këngëtarëve lirik Tefta Tashko Koço, një ngjarje artistike që rikthehet pas një mungese të gjatë që prej viteve 80. Të rinj të talentuar nga shkollat artistike të Shqipërisë, të cilët interpretuan arje operistike, romanca dhe këngë tradicionale shqiptare, duke ndërthurur trashëgimin klasike me energjinë e brezit të ri, janë bërë pjesë e festivalit të këngëtarëve lirik Tefta Tashko Koço. I frymëzuar nga figura e artistes së njohur, aktiviteti synon të krijojë një urdhëlidhse mes traditës dhe artistëve të rinj. Rikthehemi një traditë të nisur dikur në vitet 80, kur emra të jashtëzakonshëm të mëvonshëm të skenës shqiptare u evidentuan dhe më pas bën histori në skenën shqiptare dhe jashtë saj, si Edith Mjali apo Inva Mula. Sigurisht ne kemi një shkollë muzike me vlera të jashtëzakonshme. Duke u nisur nga ky fakt, ne menduam dhe ideuam konkursin apo festivalin mbarkombëtar të këngëtarëve lirik të shkollave të mesme. Këtë vit festivali nuk ka çmime, sepse sipas organizatorëve, synimi i tij është ballafaqimi artistik dhe jo konkurenca. Kemi mësuar gjithë licejt për shkollat artistike të Shqipërisë dhe kanë ardhur ato më të dëgjuarat, përfshirë Shkodrën, Tiranën, Durrësin, Elbasanin, Vlorën dhe Korçën sigurisht. Në festival morën pjesë të rinj nga shkollat artistike të Korçës, Tiranës, Shkodrës, Vlorës, Durrësit dhe Elbasanit. Ata interpretuan arje operistike, romanca dhe këngë tradicionale shqiptare, duke dëshmuar nivel të lartë përgatitjeje dhe pasion për muzikën klasike. Unë vi nga Durrës. Më sjell shumë kënaqësi se jam përkushtuar shumë kësaj pjese. Si mjeti na paraqit me dy nxënës që janë një soprano ose mezzo soprano dhe një bas bariton. Njëri është në klasë 10, tjetri është në klasë 12. Programi artistik u pasurua dhe me interpretimin e një kuarteti instrumentistësh nga Korça, të cilët sollën përpunime të muzikës shqiptare. Në Lezhë u zhvillua panajiri Mençuria Popullore, një aktivitet kulturor dhe edukativ që solli në vëmendje trashëgimin dhe vlerat e kulturës popullore. Veshur me kostume popullore, nxënësit prezantuan në panajir botime me thënie popullore, proverba, lojra popullore dhe element të jetës së dikurshme, duke dëshmuar përkushtim në ruajtjen e trashëgimisë. Panajiri Mençuria Popullore që u mbajt në qytetin e Lezhës u vlerësua si një mënyrë e rëndësishme për të afruar të rinjt me kulturën dhe historinë e vendit. Por të praktikave të tjera, si që janë zakone, dijet, mençuria edhe çdo vlerë e trashëgimisë tonë, e cila është patjetër e patjetërsueshme. Kur ndërmorëm këtë nisëm, e bëm me qëllimin që edhe një herë të rikthejmë te brezi i ri.
dashurinë, për përjetësimin e vlerave të jashtëzakonshme që brezat tanë kanë krijuar dhe janë gjëra më të mira që ne kemi mundësi për t'i trashëguar ndër shekuj. Në kuadër të këtij projekti, zyrat arsimore të Qerqeve Lezhë, Shkodër dhe Kukës kanë përgatitur një libër mbi traditat dhe zakonet e zonave respektive. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni lajme, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.